A e dini që regjimi komunist fshiu me dorë disa nga firmëtarët e pavarësisë? Po, duket si teori konspirative, por është 100% e vërtetë. Në vitet 60, regjimi botoi verzione të reja të deklaratës së pavarësisë dhe nga dokumenti origjinal u zhdukën 14 firmëtarë. Jo sepse nuk kishin firmosur, por sepse konsideroheshin armiq të klasës. Kush u fshi? Mithat Frashëri, Mustafa Kruja, Lef Nosi, Abdi Toptani, Ilyas Vrioni, Ferit Vokopola, Shefqet Daiu dhe të tjerë, 14 gjithsej, të hequr nga historia si të mos kishin ekzistuar kurrë. Disa botime i mbuluan me foto, disa i prehen fare, dhe për dekada shqiptarët pan vetëm versionin e censuruar. Kjo nuk ishte thjesht manipulim dokumenti, ishte manipulim memorje.